në fakt po e përsëris ato që e tha dhe zoti Gruda, për 2 ditë ka qenë e pamundur që ta lexojmë një buxhet kaq voluminoz dhe edhe unë këtu ndaj mendimin e njëjtë që se kam kuptu urgjencën e përpjekjes që një projekt kaq i rëndësishëm që është projekt buxheti i Republikës Kosovës për vitin 2026 të vije me kaq shpejtësi. Pra, do t'i prek vetëm disa prej çështjeve të cilat si deputete kam mbri që ti trajtoj brenda këtyre pak ditëve. Pra, e para që nuk është e re që u tha dhe prej kolegëve të mi është tërësisht e vërtet që buxheti bie tërësisht ndesh me ekspozen e Albin Kurtit, pra nuk e reflektojnë përsa afërmi përbërjen e qeverisë, dhe kjo shihet edhe për faktin që disa ministri nuk kanë fare buxhet, dhe kjo u tha edhe më herët nga kolegë të mi deputet. Një gjë tjetër që të bie në sy është numri i madh i ministrave, e këtu të dashur kolegë deputet, secili e kujtojmë deklaratën dhe premtimin e Kurtit për një kabinet qeveritar me numra të vogël të ministrave, të cilin dikura e lidhte me rritjet të efikasitetit. Pra Albin Kurti na thoshte që duhet të ketë më pak ministra për të arritur efikasitetin në një qeveri dhe për ta ndaluar korrupsionin. Pra në vend që të kemi më shumë shërbime sociale për qytetarët, kemi më shumë ministri, njëse një gjithsej bashkë me kryeministrin. Diçka tjetër që bie në sy në këtë projekt buxhet janë shpenzimet e rritura për subvencione dhe transfere, pra kolegë deputet, po shihet qartazi, interesimi vazhdon të jetë kryesisht tek sektorët ku paraja shpërndahet, do të thotë dhe paraja shpërndahet për të pasur efekt të menjëhershëm elektoral. Pra i merr 100 euro dhe kjo ndikon menjëherë. Jo me një investim afatgjat, jo me një strategji frytet e së cilës kishim me i pa pas disa viteve. Let na thot sot dikush këtu nga kabineti qeveritar, cili ka qenë efekti real i ndarjes së parave cilat janë dhënë me synim për me rrit mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës dhe me kriju një shoqëri të barabartë, sepse kështu na është thënë. Pra, nëse i shohim matjet për çdo ditë, ato flasin krejt diçka tjetër. Matjet e opinionit publik, matjet e gjendjes dhe mënyrës se si jetojnë sot familjet kosovare flasin pra se numri familjeve që ka nevojë që qeveria t'ua paguaj rrymën, po rritet. E kjo çfarë na flet, të nderuar kolegë deputet? Pra na flet që numri familjeve që jetojnë në kufi të varfërisë është duke u rrit. Po rritet varfëria, po rriten çmimet, jeta e qytetarëve të Kosovës po bëhet për herë më e vështirë, ndërkohë që qeveritarët po kërkojnë qytetarëve të sakrifikohen. Pra po u thonë sakrifikohuni. Pra sakrifikohuni e mos u befasoni kur u merret gjysma e rrogës për ta paguar rrymën. Dhe po, kolegë deputet, është guximi i madh i thuar sot qytetarit të Kosovës që po a merr bukën e gojës. Me shpenzimet pa numërta, me çmim të rrymës, me çmim të rritur të ujit, me çmime të kontributeve tjera, e në fund t'i thuash sakrifiko, sepse e ke borx dhe dura. Pra ta marrin bukën e gojës, por lutem shumë që të mos e marrin edhe ëndrrën e qytetarit të Kosovës për me jetu në Kosovë, sepse duhet jemi të vëmendshëm, janë 40.000 qytetarë të Kosovës, të cilët vetëm gjatë një viti detyrohen të alshojnë atë dheun e tyre për jetë më të mirë. Të njëjtit, t'jeni të bindur që do të vazhdojnë t'i marrin familjarët e tyre, gratë e fëmijët, dhe pastaj ne do detyrohemi që të kërkojmë informata nga Ministri i Arsimit se cili është numri i shkollave të mbyllura pa nxënës, sa arsimtar kanë mbetur pa orë e kushtimisht sa arsimtar kanë mbetur pa punë. Pra çka do të bën qeveria për migrimin e popullsisë, sepse unë këtë nuk e pash në ndarjet buxhetore, pra Kosova po zbrazet, e po varfrohet, ndërkohë që halli vetëm i qeverisë është ta arrisë numrin e ministrave për ta shtuar efikasitetin cilin dikur e kundërshtonte Albin Kurti. Diçka tjetër që shihet qartazi është ndarja e buxhetit për komuna dhe këtu komunat përballen drejt për drejt me kërkesat e qytetarëve. Pra ato kanë mbetur pa përkrahje dhe kanë mbetur edhe pa investime. Në ndarjet buxhetore shohim që komunat të cilat udhëheqen nga vetëvendosja përfitojnë 40.3% të investimeve totale dhe 34% investime të reja. Edhe pse e përfaqësojnë vetëm 23% të popullsisë e 18.3% të sipërfaqes. Këto janë të dhëna
të cilat unë i ka marrë nga Instituti GAP, që ka bërë një analizë të buxhetit dhe flet për një ndarje jo proporcionale të buxhetit për t'i diskriminuar komunat cilat nuk janë komunat vetëvendosjes dhe për t'i dënuar qytetarët cilët kanë vendosur të votojnë partit të tjera politike. Sa i përket obligimit kushtetues, ose mirë them shkeljeve kushtetuese me koeficientin, nuk do të zgjasem shumë, sepse këtë e tha zoti Gruda dhe mendoj që duhet ta përcjellim këtë shqetësim në mënyrë që të mos i dëmtojmë 90.000 punëtorë të administratës. Kemi edhe një reagim të sindikatës, përfaqësuesve të sindikatës, së mirë të them sindikalistëve të administratës publike, janë qytetarë të këtij veni, të cilët me zja dalin me këtë situatë të rënduar, prandaj duhet të shihet mundësia që të mos i diskriminojmë dhe në harmoni me gjykimin e gjykatës kushtetuese ta trajtojmë edhe këtë kërkesë të tyre. Përndryshe, unë besoj që do të kemi mjaftueshëm kohë që ditëve tjera të flasim edhe për programin e qeverisë, edhe për sfidat cilat i ka sot Kosova, por me që është fjalimi im i parë, them që një qeveri që ka marrë 51% të mbështetjes qytetare nuk do duhet në askush të sot me një projekt buxhet të tillë që në fakt nuk ka për synim t'i ndihmoj qytetarët e Kosovës, por ka për synim t'i varfroj edhe më tej, sepse këtë e shohim çdo ditë me mënyrën se si qeveria i ka trajtuar edhe në të kaluarën qytetarët e këtij vendi. Faleminderit shumë, këto janë vetëm disa prej pikave të cilat besoj që edhe kolegët e tjerë do t'i trajtojnë.